Alba Story prezanton. Të nderuar ndëgjues të këtij kanali, burra dhe gra që gjeni kohën të uleni e të më dëgjoni, ju përshëndes dhe ju uroj të jeni mirë me shëndet kudo që të ndodheni. Historia që kam vendosur të ndaj sot me ju është nga ato që të bëjnë të mendosh gjatë. Është një histori që po ta dëgjosh në kafenet e fshatit, atë qytetit, njerëzit do të kryqëzonin, do të thoshin fjalë nga më të rëndat. Por kur e jeton vet, kur e ndjen në lëkurën tënde se si njeriu mposhtet nga ndjenjat dhe nga vetmia, e kupton që jeta nuk pyet për rregullat që kemi shkruar ne. Un jam një djalë 32 vjeç, jam i pamartuar, njeri i punës, i rritur me halle dhe pa shumë fjalë. Që në fëmijëri kam pasur një shok të ngushtë, vëlla mund t'i them. Rriteshim bashk, hanim buk në shtëpinë e njëri tjetrit, mbronim njëri tjetrin në rrugë. Para 5 vitesh, shoku im e pa që këtu nuk bëhej hajër dhe mori rrugën e Gyrbetit. Iku në Gjermani si shumë djemë të tjerë, për të ndërtuar një jetë më të mirë. A i la pas në një shtëpi të madhe nënën e tij. E ema shokut ishte 52 vjeçe, një grua e ve dhe burri i kishte ndëruar para disa vitesh, kur kjo ishte ende e re, dhe ajo kishte rritur djalin e vetme me sakrifica që asnjë laps nuk i shkruan dot. Kur shoku im u nis me la amanet, vëlla, hidhi një sy shtëpis, hidhi një sy nënës, s'ka kush t'i çaj një dru, s'ka kush t'i ndëroj një llamp kur të prishet, të kam lënë në vendin tim. I dhash fjalën e burrit që do t'i qëndroja pranë si të isha djali i saj, dhe ashtu bëra. Në fillim, gjithçka ishte ashtu siç duhej të ishte. Shkoja 2-3 herë në javë nga shtëpia atyre. I prisja drut për dimër, i rregulloja ndonjë tub uji që rrithte, i blija thesin e miellit se e kishte të rënë ta ngrinte vet, dhe ajo me priste të dera me atë buzëqeshin e saj të butë. Të keqe nëna, më thoshte, të pas ka lodhur puna. Më shtronte për të ngrënë, më bënte kafen dhe unë shikoja me një respekt të thellë, fik si një fëmijë që shikon prindrin. Por kur kalonte o miq dhe muajt u bën vite, unë po hyja në një moshë ku burri e kërkon pjekurin, ndërsa ajo grua, nuk dukej si ato plakat e vjetra të fshatit që vishin me të zeza e mbyllën në shtëpi. Ajo ishte një zonjë e rëndë, një grua që mbahej me një trup të drejtë, me flokë të zinj e të trash që i kapte mbrapa kokës dhe me një fytyrë që vitet ja kishin bërë edhe më të bukur. Gjithçka filloi të ndryshonte verën e kaluar. Ishte një pasditë e gushti, vape madhe. Kisha shkuar t'i rregulloja diçka tek çatia e verandës, sepse ja kishte prishur era. Pasi mbarova punë, i thash të lasha pak tek çesma e oborrit, se isha bër i gjithë i djers e pluhur. Pasi u shpërlava, ajo me priste tek tavolina në hijen e hardhis me 2 gota lëng të ftohtë dhe 2 kafe. Ula përballë saj. Për herë të parë atë ditë, nuk di pse, sytë e mi nuk e pan më si nënën e shokut, e pash si një grua. Kishte veshur një fustan të thjesht vere, dhe shikimi i saj ishte disi i humbur në mendime. Fillonim e flisnim jo për hallet e djalit në kurbet, por për jetën. Ajo më tregoi për rininë e saj, se si jeta kishte kaluar shumë shpejt, gjithnjë duke u kujdesur për djalin dhe për shtëpinë, pa pasur kur një ditë të vetme për veten e saj. Teksa fliste, unë ndëgjoja dhe nuk ja ndaja syt. Vura re, buzët e saj që dridheshin pak kur fliste për vetmin. Vura re duart e saj të bukura, dhe aty mu mblodh një lëmsh në fyt. Fillova të ndjeja një ngrohtësi që nuk e kisha ndjer më parë. Piva kafen me një frym dhe ika shpejt atë ditë, sepse kisha frigë nga mendimet e mia. Thosha me vete rrugës, mblidh mendjen. Çfarë po mendon? Ajo është nëna shokut tënd. I ke dhënë fjalën ti gjendesh si djalë e jo ta shohësh me atë sy. Për gati 2 javë nuk shkova më. U mundova ta mbaja veten larg. Gjeja pretekste, punë e halle,
vetëm e vetëm që të mos gjendesha përsëri vetëm me te në atë verandë. Por fshati është i vogël. Një ditë po kthehesha nga puna dhe e pash tek porta e saj. Më thiri me dorë, u ofrova me kokën ulur. Ku humbe mor djalë? Me tha me një zë të ulët për plot qërtim. Apo të mërziti plaka dhe nuk do që t'ja shohesh me syt. Fjala plaka me therin e zemër. Çfar plake thua? I thash pa u menduar. Ti je më e re dhe më e bukur se gjysma e vajzave që shoh për ditë në rrugë. Sa po me doli ajo fjalë nga goja, u bëra akull. E kuptova që e kisha tepruar. Ajo ngriu për një moment, me shikoj drejtën e sy, dhe pash që aty nuk kishte as inat e as ofendim. Kishte një dritë tjetër. Uli kokën pak e skuqur dhe hapi derën. Eja brenda, eja se kam bërë një embëlsirë, me tha ajo. Që nga jo ditë, gjërat nuk ishin më si me parë. Ndërtuam një kot të heshtur me snesh. Kur pija kafen me te, dorën e mbaja mbi tavolinë, dhe ajo, kur ma jepte gotin e ujit, gjithmonë e gjente mënyrën që gishterinjtë e saj të preknin dorën time. Ishte një prekje kaq e lehtë si pend zogu, por që me jepte rrymë në të gjithë trupin. Fillova të jetoj vetëm për ato pasdite, nuk me interesonte as një moshatare imja, as një kafe me shokët, dhe e gjithë vëmendja ishte aty, tek ajo shtëpi, tek ajo grua e pjekur që po me mbante peng shpirtin tim. Por guzim nuk kisha, respekti i thellë, frika e fjalës së botës dhe hija e shokut tim që më kishte lënë shtëpinë amanet, ishte një mur i lartë prej betoni. Ky tension me grindej për brenda. E dija që edhe ajo vunte po ashtu. Në sytë e saj shihja një oqean me vetmi dhe një etje të madhe për t'u ndjerë gjallë, për t'u ndjerë sërish grua pas aq shumë vitesh zije sakrifica. Dhe kështu erdhi vjeshta. Ditët u shkurtuan dhe ftohtësia nisi të binte mbi fshat. Një pasdite vonë filloi një rrebesh i fortë shiu. Era po thyente degët e pemëve. Rreth orës 7 të mbrëmjes, dritat në lagje u ndërpren. Gjithçka u zhyt në errësirë. Dëgjoj telefonin teksa po me binte dhe ishte ajo. Kam pak frikë, me tha me zë të dridhur. Ka rënë një siguresë teksa hati jashtë dhe bën shkëndija. E kam gjithë shtëpinë e terr. Nuk prita as një sekond, vesha xhaketën e trash dhe vrapova mes shiut drejt shtëpisë së saj. Kur mbërrita, ajo po me priste tek dera me një qiri në dorë. Ishte e zbehtë, e veshur me një pullover të gjatë që nxirrte në pa qafen. I thashte mos bëhej merak. Dola jashtë në mes të shiut, rregullova kontaktin e sahatit dhe u ktheva brenda. I bëra ujë nga kokat e këmbët. Dritat e lagjes nuk ishin ardhur ende, por të paktën rreziku i zjarrit kishte kaluar. Hym në dhomën e ndenjes. Dhoma ndriçohej vetëm nga drita e dobët e atij qiriu që kishte lënë mbi tavolinë. Ajo nxitoi, solli një përshirë të thatë dhe filloi të më fshinte kokën e lagur me duart e saj. U bëre ujë o djalë, përshpëriste. Si u nise kështu në mes të kiametit. Po si të lija vetëm, a je në vete, ja ktheva unë. Në atë moment, duart e saj ndaluan. Ajo e uli përshirin nga dalë, por nuk u largua, qëndronte përballë meje, aq afër sa ndjeja frymarrjen e saj të ngrohtë. Sytë e saj, në dritën e qiriut, kishin një thellësi që të mbytnin. Era jashtë u lirinte, duke përplasur dritaret, por brenda asoj dhome mbretëronte një heshtje absolute. Ishte një nga ato heshtjet ku të dy njerëzit e dinë saktësisht se çfarë do të ndodh, kur çdo justifikim, çdo frikë apo turp thyhet dhe bëhet sopë therrime. Ajo uli syt dhe foli me një zë aq të mbytur sa mezi e dëgjova. Unë jam shumë e vjetër për ty. Ky është një gabim që as nuk duhet që ta mendojmë. Të gjitha ato viteve të mia, të gjitha ato sakrifica për të mbajtur emrin e mirë, gjithaj mall për një fjalë të ngrohtë e për një përqafim burri, po shkriheshin në ato momente, dhe unë nuk dija se çfarë të bëja. Nuk e pash as moshën e saj 52 vjeçare, as moshën time 32 vjeç, as edhe një fjalë tjetër, pash vetëm një shpirt njeriu që po lutej për dashuri.
Grita dorën time, tani të ngrohur, dhe ja vendosa lehtë në faqe. Me gishtin e madh ja fshiva atë lot të ftohtë. Nuk ka asnjë gabim, i përshpërita. Nuk ka asnjë faj kur dy njerëz të vetmuar gjejnë ngrohtësitë e njëri tjetri. Fytyra e saj u lëshua në dorën time, si një njeri i lodhur që më në fund gjen një stre për të pushuar. E afrova drejt vetes me një butësi që nuk e dija se e kisha brenda meje. Ajo ngriti kokën, mbylli sytë e lakuar nga koha dhe në atë terrin e dhomës, në zhurmën e shiut, buzët tona u bashkuan. Ishte një puthje gjatë, e thellë, plot dridhje dhe emocion. Nuk ishte një puthje rinie nxituar. Pastaj, ajo uli kokën. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.